Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës ishte planifikuar të niste në orën 10, por filloi me një vonesë prej 30 minutash. Para nisjes së seancës, deputet dhe lider të partive të ndryshme politike dhanë deklarata për mediat, duke shpalosur qëndrimet e tyre lidhur me zhvillimet politike. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza ka përsëritur qëndrimin e PDK-s, teksa shtoi se nuk e kanë prioritet ndarjen e posteve. Qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës është konsistent. Do të thotë, ne kemi shku në takim, nuk kemi nuk kemi garu ne kush në cënë pozitë më bo. Kemi garu edhe kemi kërku votë të qytetarët e Kosovës me një program çka për ekonominë, çka për drejtësinë, çka për energjinë, çka për infrastrukturën, çka për antarësimet, këtu kanë qenë tema. Të shmangim zgjedhjet e reja. Lidhen me hisën qeveri në një kryeministër i përgjithshëm i cili sheh në publik një platformë programore që është e mirë e Kosovës, dhe duhet përgjigjes tash e sa që një muaj që ne kemi prezentuar këto pika. Zëvendës kryeministrja në detyrë Donika Gërvalla Shvarc ka thënë se është optimiste se legjislatura e re do të jetë legjislaturë e zhvillimit të madh ekonomik, e reformës së thellë në fushën e drejtësisë, edhe e zhvillimeve të mira për vendin tonë. Edhe sot do të shkojmë të zgjedhim, të konstituojmë Kuvendin, edhe të përpiqemi të dalim nga një situatë e cila nuk i pëlqen askujt, aq më së paku votuesve, qytetarëve të Republikës Kosovës. Në pikë të rendit të ditës të kësaj seance konstituive ishin formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e quorumit dhe mandateve të deputetëve, betimi i deputetëve, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, zgjedhja e nënkryetarëve të Kuvendit. Megjithatë, seanca përfundoi me betimin e deputetëve, pasi kryetari i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti ka kërkuar kushtesë që t'u japin shanse bisedimeve politike për marrëveshje për president apo presidente të re. E pas kësaj seance, Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur shqetësimin për dështimin e seancës së sotme për konstituimin e Kuvendit, duke akuzuar lëvizjen Vetëvendosje dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti për vazhdimin e blokadës institucionale. Dhe në vend që të propozojnë emër, e shtyjnë propozimin e emrit për kryetare apo kryetar të Kuvendit dhe nuk konstituohet Kuvendi i Kosovës. Kosova vazhdon me mungesë dhe me vakum institucional. Kjo e damton vendin, e damton perspektiven e vendit dhe i damton qytetarët e Republikës Kosovës. Deputeti i LDK-s Armen Zemaj akuzoi kryeministrin në detyrë Albin Kurti se po kërkon shtyrje të konstituimit të Kuvendit përtej afatit që sipas tij përcakton kushtetuta, teksa paralajmëroi se çdo vonesë do ta fuste Kosovën në krizë kushtetuese. Jo, ne nuk kemi qenë as të njoftuar, nuk kemi qenë as të informuar, këtë çka ka rrjedhë patë edhe vetë nga seanca kuvendore, ku ishte e pritshme vetëm deklarimi i emrit, sepse nuk ka dhe debat në seancën konstituive, po ky është Albin Kurti, ai din edhe debatoj edhe të hap fushatë elektorale. Sipas deputetit të Aleancës Besnik Tahiri, Kurti është duke përdorur taktika për pazare politike për t'i marrë 3 institucionet. Po të më rëbur ko 30 ditë me diskutu me partit politike për me artën e marrëveshje politike. Po në qoftë se ka qenë qëllimi për me dalë prej këti rrethi vicioz 2 vjeçar, pse nuk e fol me partit politike për presidentin e Kosovës, se nyja problemi thelbësor nuk është tek qeveria, nuk është tek Kuvendi, është tek presidenti. Pas deklarimeve të opozitës, u deklarua dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka thënë se duhet të vazhdojnë diskutimet politike për arritjen e një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të ri. Dhënia e mundësisë për dialog politik, për të arritur marrëveshje është e vetmja mënyrë dhe zgjidhja e duhur për konstituimin e plot të institucioneve tona, ashtu siç e do rendi dhe ashtu siç kanë votuar qytetarët në zgjedhjet e lira e demokratike. Nesër s'ka dhënë afati 30 ditorit caktuar nga gjykata kushtetuese për konstituimin e Kuvendit. Megjithatë, mbetet të shihet se kur do të thirret seancë tjetër nga ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu.